rutësinë e kohës. Atë që citova që doli, atë që citova pak më përpara. Tani është ekrani i madh dhe ti mund të marrësh të vërtetën. Okej. Tani, ligji dhe profetët tu lartë, fillojnë që nga lartë, e di që është dhjata e vjetër. Okej. Masandaj, ke apostull, zyrat e kishës, apostulli, profeti, ungjilltari, pastori dhe mësuesi, kanë ligjin dhe profetët si dishiplizim për komunitetet e kishave. Tani, ligji që është shkrimi i tij, përben Zanafillën, Eksodin, Levitikën, Numrat, ligjin e përtërirë, fjalë të urta dhe psalmet. Këta përben ligjin. Tu, në të majtë. Tani, kemi që 2000 vjet më përpara, Mesia Jashua vjen dhe ringjallet. Dhe dha dishiplizimin dhe moralin e besimtarit, dhe ne e pa moralin që në Mateu 19. E pam në Mateu 19? E pam për më përpara. Mateu 19 që tha, zbatoni urdhrimet e ligjit dhe kështu do të jetoni. Në Mateu 19, në Luka 10, si që shikon, është i njëjti aspekt. Zbato urdhrimet e ligjit dhe do të hysh masandaj në jetë. Dhe kjo ishte në qoftë se. Në qoftë se, kjo është një zemër masandaj që duhet shikuar. Është një potencial. Në qoftë se, e tha pak më përpara në Mateu 18. Në qoftë se do të shoni rrugën e këqija shkelit e ligjit dhe do të besoni tek mua, thot, atëherë thot, dhe bëni si fëmijë e vegjël, me zemër të përullur, do të hyni në jetë duke zbatuar urdhrimet e Atit Jahves, çuni bera një shprova ligjit, thot. Okej. Tani. Ai la detyrë apostujve që për moralin e shëndoshëm. Për të marrë masandaj shpërblimin që thamë në mbretërinë, qytetin e ri, duke mbajtur urdhrimet e ligjit, kemi zbulesën 22:14, që flet dhe Jeshaja 2 masandaj, që flet që nga Sioni do dali ligji, do mësohet kombet për atë zyre që për ata që janë të ringjallur, prifterinë dhe mbretër dhe priftër që u thot Mesia Jashua, që ju të mësoni ligjin kombe në atë ditë. Nuk e nevojë për vegla në atë kohë, për njerëz në atë kohë. Jashtë janë kombet e vdekur, jashtë qytetit të ri. Janë kombet që janë të vdekshëm, të ndërtesha. Tani, dishiplizimi dhe morali i besimtarit vjen me anë të ligjit, kështu neve nuk e shkelim, nuk mëkatojmë. Tani kemi Mateun, Lukan dhe Gjonin, lajmin e mirë të mbretërisë për faljen e mëkateve me anë të Mesias Jashuas. Dhe ai predikoi lajmin e mirë. Masandaj, ke komunitetet e kishave që jepen me anë të letrave të apostujve për dishiplizimin që ndodh me anë të ligjit për moralin e shëndoshëm të besimtarit. Dhe si rezultat, pasandaj kemi në fund zbulesën dhe profetët, që prap kemi të lidhur me Zanafill apo me ligjin dhe me në këtë rast me shkrimin me pak fjalë, që është ligji dhe profetët, që përbëjnë ngjarjet e kohës së fundit. Ka ndodhi në 300-400 pas Mesias, fillova grupet e doli tangencialja, doli diçka dhe thanë, dekretet e shitat e tyre, këtu lartë, në të djathtën tënde, që ligji më anullua, thanë, dhe le të ecim në masandaj, në palishmëri, në mëkatin e vazhdueshëm, se jemi mirë. Ka thënë iku në mendjet e tyre. Dhe kjo është pasqyra që vëllai po të jep, ta ndodhi dhe ti nuk duhet të jesh pjesë e kësaj këtu lart, po ti duhet të jesh pjesë që nga jeshilja dhe këtej poshtë. Sepse ligji u anullua të çon ty në liçen e zjarrit sot e kësaj dite. Se ti po mëkaton vazhdimisht, e vren të 10, 26, 31. Unë e di që je edhe ti, se kështu the ti vlla, po jemi dhe neve, po unë e di që jeni dhe juve, po dhe juve nuk jeni mirë me atin Jahve. Juve, si ti në Vlorë, apo në Tiranë, apo në Rushë, apo në Pjerë.
në forcë në pogradec. Sepse ti ke vazhduar të thënë që ligji u anullua, dhe pastaj do dash për ta rregulluar dhe ti në Tiranë masandaj që dole, po jo ligji u anullua, por parimet e ligjit qëndrojnë, por masandaj s'ka që ti po të bësh tatuazh, nuk po më katon, por gjo nuk është e dobishme për besimin. Këto janë thënjet tuaja, mësimi u ve. Se të jeni pjesë e kësaj aspekti këtuja. Kësaj këtu, shekullit 3 të 4, pas Mesias. E unë të inkurajoj të jesh pjesë e kësaj poshtë. Se kjo poshtë gëzon jetën e përjetshme. Dhe kjo poshtë nuk ka thënë që ligju hoq. Sepse ti nuk mund më thuash mua që morali shëndoshë i një shoqërie, individi që është influencuar prej qellit lart, mos thuaj që hoq morali, se po hoq morali është palishmëria, janë shkelit e ligjit, mëkati i vazhdueshëm. Prandaj vëllai të thoshte dil prej tyre, dil prej këshillave. Unë jam pjesë e këshillit të ndër idhujtarisë, dil prej tyre të them. Ti si mokrar, mos andaj, apo mokrare, apo mokrarin tjetër. Po doni të dëgjoni ligjin? Çfarë tha ati Jahve për punë e dëgjimit të ligjit? A duam të dëgjojmë ligjin neve? Popull, do të dëgjojë ligjin? Jo, atëherë është rebel dhe është gënjeshtar. Tha ati Jahve. E shumë e thjeshtë për ta vënë një titull, gjë që është. Titulli i tij që më ka folur, ka vite që flet. Për tyrë profetike që më ka dhënë, nuk e dha unë. Zgjedh ai sovranisht. Mund të zgjedhë edhe tyne. Por mos më thuaj që mos na vrapojmë lart e poshtë dhe unë jam mirë me të dhe se nuk do t'ja di për ligjin e tij siç ju keni deklaruar në Shqipëri. Dhe çan ke mëkatin? Rebelimi është si mëkati i magjisë. Dhe më të ndaj, kokëforësia është si idhujtaria dhe paudhësia, thot profeti Shemuel. Në para profeti Shemuel 15:23. Sepse rebelët dhe gënjeshtarë ishin jashtë qytetit në Zbulesa 22:15. Ata që ishin jashtë qytetit, që ishin donin dhe të batonin gënjeshtën, ishin bi rebelë që nuk donin të dëgjonin ligjin e Zotit Jahve. Por mos e marrim për cipta dhe shkrimi mas të ndaj bi komplet dhe unë do marrë disa vargje këtu në qikën e dhijata e re dhe mas të ndaj lem çdo gjë tjetër që është tëne. Ndërkohë bestidja e re erdhi për 12 fisët e Izraelit. Që të besonin në Mesia Jashua që atë të restauron të marrëdhënien e tyre. Dhe Bibla nuk u dha për ty dhe për mua, por për ta fillimisht. Dhe lajmëri më i ri është për ta fillimisht. Mesia erdhi për ta fillimisht. Por mos krenohemi masandaj me palishmëri tona si komp shqiptar dhe themi masandaj që ne që kemi kisha dhe vazhdojmë masandaj të manipulojmë njerëz në kombin tonë. Me diagramën që u bë pak përpara. Me ligju anulluar masandaj dhe le të vazhdojmë të marrim njerëz ndër breza në liçen e zjarrit. Kërkoj një gjë ndodhi e vetme. Tyra e kryepriftit u ndryshua nga rendi i Levitit, kishin Aroni dhe çfarë pasuan pas tia, në kryepriftin e përsosur Jashua Mesian, që është përmbi rendin e Levitit, sepse atë ja u vendosi sipas rendit të Melkisedekut. Rendi i Melkisedekut ishte rendi që Abrahami ishte, sepse Abrahami ishte një mbret dhe ishte profeti i tij. Se Abrahami ishte sipas rendit të Melkisedekut. Prandaj kur e takon masandaj Melkisedekun që ishte Shemi, e takon dhe masandaj misojnë dhe jep 1/10 atia. Dhe levitët i jepnin kujt? I jepnin Abrahamit 1/10, se te ligji po praktikose që në të kohë. Dhe Melkisedekun, masandaj rendi Melkisedekut që Abrahami ishte pjesë, po merte dhe po e zbatonte Abrahami. Dhe merte për levitëve që ishin në funksion atë kohë. Që shpjegon hapazi apostulli Shaul në librin e Ibrahim. Kjo ndryshoi zyra,
Nuk ndryshoj morali. Nuk ndryshoj morali. Sepse nga dhëna filla, deri në masandaj, dhe plotësisht 1000 vjeçarin, është ligji i Zotit Jahwe për 7000 vjetët. Dhe ta të hapur asë Jeruzalem ri, mbretëria që do zbresi nga qeli, masandaj i tretë që qyteti fizikisht, zbulesa 21, duhet të mbajmë urdhët e ligjit. Zbulesa 22 ta thotë, shikoni ta janë 56, e sabati me të ligjit, kështu nderon besinë e tia për të marrë një emër të përgjithshëm. Por këto fjalë tingullojnë bosh. Pse? Sepse ne akoma nuk kemi marrë dhuratën e Frymës Shenjtë, nga pendimi nga shkelit e ligjit nuk ka ndodhur. Andaj duke ngogol gjëra që vllai po flet. Dhe ti vrapon mas andaj me mendjen tënde mishori që nuk i nënshtrohet ligjit, ndërkohë Mesia Jashua ju nënshtrua ligjit të Zotit Jahwe, Galatasve 4:4. Ndërkohë ligji do praktikohet në 1000 vjeçarin. Do praktikohet për jetë për ata që do ta duan natën Jahwe me gjithë zemër dhe ta tha në Isaia 51, e prekën pak më përpara. Fjalën e jetës, ligjin e tij nëse ti e ke në zemër, kështu nuk bitesh dhe nuk konsumohet bashkë me banorët e tjerë, se kjo gjë nuk ka ndodhur akoma. Gjykimi që ti duhet të largohesh sepse drejtësia të shpëton nga vdekja, ligji Atit Jahwe do të shpëtoj nga vdekja në atë ditë. Mesia do të ringjalli ty nëse zbaton ligjin e Zotit Jahwe, kështu ti nuk mëkaton, e ta tha hapuri. Luka 20. Kush është nënë thot bab, kush është nënë thot vlla motër? Ata që dëgjojnë fjalën e Atit Jahwe dhe zbatojnë. Kjo është fjala e Atit Jahwe. Për para teje që ti do ta kesh në zemër, siç e kishte apostulli Shaul. Okej, vazhdo. E kishte në zemër apostulli. Romakëve 7:22, shko shikoje. Unë gjej kënaqësinë në ligjin e Zotit Jahwe, sipas njeriu tim të brendshëm thotë. Ndjej kënaqësi, nuk e kishte anulluar ai. Apostulli Shaul nuk ishte pjesë e portokallisë këtë lartë dhe e të kuqet. Te pjesë ligjit të përsosur që dhe mësonte komuniteteve të kishave për disiplinizimin dhe moralin e një besimtari të ri apo në vazhdim për të hyrë në mbretërinë e qejve në qytetin e ri që do zbatohet ligji, sepse nga Sioni do dali ligji, thot Jeshaja 2:3, Malaka 4:2. Zbulesa 22:14-15. Kjo ndryshovi, vetëm zyra ndryshovi. Dhe ky person tani, Mesia Jashua, Zoti Jashua Mesia, kryeprifti i lartë i përsosur, me tërë titu që ai kishte apostull, profet, bari, mësues, ungjilltar, kishte të tëra plotësisht, ai mund të ringjallë nëse ti zbaton urdhrimet e ligjit. Sa tha me apostullin e tij Atit Jahwe nëpërmjet engjëllit që e viziton, më thëndaj në ishullin e Patmos, apostullin Johanan Gjonin. Zbulesa 22:14. Ligji që përben zanafillën, ligjin e përtërirë, fjalë të urta, Eksodin, Levitikun, Numrat dhe Psalmet, do me thënë udhëzimet, urdhrimet e Atit Jahwe, rënia e pastër që është në Levitiku 11, sabatet, festat biblike që ke në Levitiku 23. Shikon në Maliq, pemët të zbukuruar me çdo lloj ngjyre. Shikon veshjen e zezë nga krau tjetër që marrin masandaj dhe lexojnë. Miqësi me idujt, sepse janë iduj vetë. Kur braktis ligjin, masandaj me të pabesët. Fjalë kurta 28:4. Ndërkohë, hyrja në beslidhje ti e ke përpara në veprat 2:38, që ndalon së shkeluri ligjin e tij, ndalon së mëkatuari, e para Gjoni 3:4. Dhe masandaj pagëzohesh në emër të Jashua Mesias, që nuk anullovi ligjin, sepse e priti përsosur Jashua Mesia,
ka detyrë si prift apo krye priftër të mësojë ligjin popullit dhe atë beri ai. Sepse nuk e pranonin farisejtë po mësonte ligjin atyre. Dhe ata nuk donin, sepse kishin pozicionet e tyre, kishin të mirat e tyre, kishin reputacionin e tyre. Lutem Atit që të marrë një reputacion për qiellit një ditë, sepse ato reputacionet e qiellit neve i morën pak më përpara. Marrim një reputacion që nuk e shkul dot nga zemra time. Le të marrim një reputacion për qiellit. Ja ku kemi disa reputacione prej qiellit. Ne mund të shkojmë në zeri drejtë që zbriti nga qielli plotësisht në autoritet mbi birin e tij, çfarë tha në Mateu 19:10 që e prekën. Po ja ku ke reputacionin prej qiellit dhe si ti mund të shpëtohesh nga gjykimi, nga liçeni i zjarrit, nga dita e zemërimit, duke praktikuar, zbatuar ligjin e tij, që është drejtësia e tij të shpëton nga vdekja. Sepse duhet ta kesh në zemrën tënde ligjin e tij. Ajo është drejtësia dhe thot një grup personash që e njohin drejtësinë, thot ju do shpëtoheni, thot, e mos keni frikë, thot, për të tjerëve, thot, apo akuzime që u kanë bërë të renda, thot. Po meni, veç se shpërblim, thot, më tepër, thot, në tu para meje. Qielli flet, ti bashkohesh me qiellin. Bashkohesh me zen, zbriti në tokë, prej qiellit, biri tija. Dhe tha çfarë shkruajtu në ligj ta. Këtë do të shikosh në jetën tënde. Kjo është prioriteti në jetën tënde. Okej, vazhdo. Po, me që doli? Dele e posere. Se ti të drejtohesh në jetën tënde dhe të mos bësh i shfrenuar, çfarë do të kesh për të qenë i bekuar? Do të zbatosh ligjin e tij. Se kur nuk ka një vizion profetik në jetën tënde, në familjen tënde, në kombin tonë, populli bëhet i shfrenuar, sepse çfarë nuk ka njerëz që të zbatojnë ligjin. Kur zbaton ligjin, vjen fjala, vjen vizionet profetike, një motër, një vëlla që është i bekuar të zbaton ligjin. Këtë ka dekretuar qielli. Këta grupe personash janë të bekuar, nuk janë të mallkuar këta grupe personash. Por i mallkuar është ai që masandaj ka përbuzur fjalën dhe ka braktisur ligjin, ka braktisur urdhërimet e tij. Po thotë Psalmi 119, vargu 21. Po thotë janë të mallkuar ata që kanë refuzuar dhe braktisur urdhërimet e ligjit. Merë urtësinë dhe i pjesë e këtyre të bekuarve. I pjesë e jetën tënde, për familjen tënde, sepse fëmijët tanë vuan prej palishmërisë tonë si prindër. Dhe se je beqar, ti po fuqizohesh të zbatuar ligjin, kështu ti në jetën tënde nuk bëhesh i shfrenuar, nuk del nga kursia, nga rruga e ngushtë. Gjatë kohës merr vizione profetike në jetën tënde, mirë pajisesh dhe kur do bësh familjen tënde, a familja tënde do jetë e bekuar. Sepse ajo familje zbaton ligjin, sabatin, ha pastër, veçohet nga kombet. Ja, ti foli haprazi, nuk e foli haprazi. Halleluja. Nuk e foli haprazi për bekimin, Halleluja. për atë familje. Ti do të dojë të bekoje, të shumë thot dhe të tëra këto gjë thot, do të bien thot mbi ty thot, to bekimet. Dhe nuk do të dërgoj asnjë gjë të keqe thot, se po zbaton ligjin tim. Dhe bëhet me besim dhe me zemër të sinqertë, vëlla motër, për neve këtuja. Që ti do ta nxitë zemrën tënde çdo ditë me besimin, me kuptueshmërinë e identitetit kujt ti po i shërben.
Do kesh disa goditje? Po. Do kesh disa vendimarrje të të vesh një jetën tënde? Po. Ati të thërret jep këshillën, beje. Mos vono. Por, ju takon juve. Se cili për nesh vlla motër, ben një vendimarrje përditshme dhe ben personalisht, sepse ka një marrëdhënie personale me atin Yahweh. Kur e shikon që një ambient nuk është më i frutshëm në jetën tënde, dhe ajo ambient masandaj bëhet ferrë në jetën tënde, ti masandaj vendos çfarë do bësh. Sepse në qoftë se një ambient nuk të lejon ty të lutesh lirshëm, në qoftë se një ambient nuk të lejon të dëgjosh mësimin dhe fjalën që ti të fuqizohesh i fokusuar, 2. Në qoftë se një ambient nuk të lejon të praktikosh urdhrimet e ligjit, ajo ambient nuk është prej atit dhe është prej të ligut. Ne ti veçohesh për të mbajtur këto gjëra, lutjen tënde, timin e shkrimit personalisht që duhet ta kesh në mëngjes, faktën 2 orë të para të mëngjesit, dhe je i fokusuar dhe je i qetë të lexosh dhe të jesh në ambientin e shtëpisë tënde, dhe do dëgjosh masandaj mësimin dhe do dëgjosh shërbesën i qetë, do grihesh të fuqizohesh në lutje, do të thasësh ti të duash tinë, nuk të shqetëson njeri, dhe do praktikosh urdhëmet e ligjit dhe nuk të thot njeri çfarë po praktikon. Këto gjëra janë për themelet tënde, janë për jetën e përjetshme. Gjeje vendin. Gjeje vendin. Okay. Atë që po tesha pak më përpara, apostulli. Gjen të kënaqësi, me një ndalon të, unë gjej kënaqësi, kaq, mjafton kaq, është më se e fuqishme. Ti ku gjen kënaqësinë? Qëndron pyetja ime për ty. Ne si asamble, që po ndjekim gjurmët e kishës së parë, të shekullit të parë, të Mesias Jashuas, ne këtu gjejmë kënaqësinë në ligjin e Zotit, në zemrat tona, në njeriun ton të brendshëm. Ti ku e gjen kënaqësinë? Do qëndron pyetja për ty. Në të përditshmën tënde, ti ku e gjen kënaqësinë? Ku e gjen meditimin tënd, kënaqësinë tënde tinë? E gjen në ligjin e Zotit? Ditë e natë? Ndërkohë apostulli thot haprazi. Prapi njëti apostull thot që jep me njerë, okay. I le muhabetin thot, e di çfarë, le ta bëjmë pyetjen siç është thot. Anullojmë pra ligjin thot, sepse tani na dha mundësia të besoni tek Mesia Jeshua. Kështu mos qoftë, tha. Adaptimi të atit të uaj. Okej. Këtu jemi në kapitulli 6, okej. Në kapitulli 6. Testamenti i Jobit e kanë hequr dhe atë libër për ne që të rastin do ta shikosh. Kapitulli i 6. E këtu po jepte dëshmi në bijve të tia ata që ishin të dytët, të parë, se 10 bijët e parë, 10 të djetë mësë ndaj nuk vdiqen dhe ata.
Okay. Për sa i përket fjalës që thua, po e thoshte grua së saj. Thua një grua e thoshte Jobit. Për sa i përket fjalës që thua një fjalë kundra Jahve dhe vdis, si tha gruaja. Së bashku me ty do ta përballoj të keqen që she dhe le të durojmë rënimin e gjithçkaje që kemi, thot ajo. Megjithatë ti dëshiron që ne të themi në këtë rast ndonjë fjalë kundra Jahve dhe ai të shkëmbet të shkëmbet me Plutonin e madh, Zotin e botës poshtë, thot. To ishin hynite që adhuroheshin, që ke më në durës, më në ura. Përse nuk i kujton ato të mira të mëdha që zotëronin, thoshte Jobi, grua së saj. Nëse këto të mira nga toka e Jahves, a nuk duhet të durojmë dhe ne të këqijat që të mos jemi mendje, mëdhenj, gjithçka derisa të ketë përsëri mëshirë dhe të tregojë mëshirë për ne? A nuk e sheh Joshësin që qëndron pas teje dhe ti ngatëron mendimet e tua në mënyrë që të më mashtrosh? Joshësi, paditësi, Satani me pak fjalë. Qëndron pas teje, tha, dhe ti ngatëron mendimet e tua në mënyrë që të më mashtrosh, thot. Dhe Jobi ai u drejtua Satani dhe tha, përse nuk vjen hapur tek unë? Na losë fsheuri veten, o i mirë. A i tregon luani forcën e tij në fazën e nuselales, apo a fluturon zogu në sport? Tani po të them, shko dhe bëj luftën tënde kundra meje. Sepse unë nuk do ta huaj emrin e atë ueta. Qatë si. E si papare, dhe këtu ka një kontekst të testamenti, testamenti e Jobit, testamenti e Jobit ka një kontekst që në fillim të kapitullit, përse i ndodhen dhe çfarë ndodhi. Do t'ja lëm kohës kur ta marrim në studim. 16 kapitull janë. Por dime që Joshësi, Satani qëndronte pas asaj, gruas së tij dhe ngatronte mendimet e saj në mënyrë që të mashtronte Jobin. Ndërkohë gruaja e tij ishte një moment dobësie vëllazër, se pati të ndaj punovi, shkoi të punonte dhe për të sjellë për të ngrënë Jobit. Vajti dhe biles, shiti dhe flokët e saj, sepse për të marrë të bukë për 3 ditë. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të eci në to. Masimi yt është një lambë, për këmbët e mia dritë, për shtegu